Mbi pesha dhe plaga e refuzimit. Kur ne vim në këtë jetë dhe prindrit mendojnë qoftë edhe për një moment që nuk është momenti i dur që të na aportojnë ose thjesht na dëshirojnë të një gjinie tjetër, kjo mund të krijojë tek ne ato që quhet plaga e refuzimit. Mund të krijojë një imprinting ku ne të ndihemi të papranuar, të padashur ashtu siç jemi. Ku ne të ndihemi që ne duhet ta justifikojmë ekzistencën tonë në këtë tokë, sikur ne duhet ta fitojmë vendin tonë në familje dhe në jetë. Kjo plag, ky imprinting, mund të sjellë me vete që ne të kemi një raport me trupin tonë jo të shëndetshëm, që ne ta refuzojmë trupin tonë, që ne ta dënojmë trupin tonë dhe ta bëjmë këtë gjë edhe nëpërmjet mbipeshës.